Ligjin këtu Viktori është një ftesë e hapur për të gjithë ju, një ftesë për unitet, për ambicie dhe për besim. Vetëm së bashku mund të kthejmë vizionin në fitore, jo vetëm në rezultate sportive, por në një futboll që zhvillon njerëzit, komunitetet dhe vendin tonë. Deri në vitin 2030 synojmë një rritje të mëtejshme 30% të trajnerave të licencuar. Vijimin e rregullt të kurseve UEFA C në të gjithë territorin e vendit dhe konsolidimin e programeve UEFA A e UEFA Pro. Deri në vitin 2030 synojmë që të arrijmë një numër futbollistësh të regjistruar djem 26.000 nga 24.078 që janë sot, pavarësisht sfidave demografike me të cilat përballet vendi. Deri në fund të ciklit strategjik synojmë që numri I vajzave të regjistruar të rritet të paktën në 50%. Në aspektin e infrastrukturës deri në vitin 2030 synojmë të shtojmë 30 deri në 40 fusha të reja futbollit nga projektet e federatës, kryesisht në rajonin e Tiranës, në të cilën edhe tendencia e popullsisht është akoma më e madhe. Por objektivi real dhe nevojat e domosdoshme në rang kombëtar duhet të jenë ndërtimi I 200 fushave të reja futbolli, I cili nuk mund të arrihet nga federata, por kërkon mbështetje të buxhetit shtetit. Dëshiroj të falenderoj Ministrin e Kulturës dhe Sportit, Zoti Gonxhe, I cili me fillimin dhe marrjen e detyrës ka bashkëpunuar shumë mirë dhe është interesuar për zhvillimin e futbollit dhe kam shumë besim që me mbështetjen e tij ne do ta realizojmë dhe atë ligjin e shumë pritur të sponsorizimit.